Ja Liridona, 2 fëmijë, Naim Murseli. Hyrja e Granit Plavës, i cili do të ulet në të kundërtën e familjes Murseli. Shiqimi dhe lëvizja e dorës nga hunda i është drejtuar Granit Plavës. Granit Plava me siguri po i verifikon gomat. E shifni se së bashku shkojnë, largohen, bisedojnë, me siguri po muj me marrë në mend se po miren vesh se si ta përfundojmë punën. Të akuzuarit kushtrim kokalla për shkak të veprës penale në bashkëkryer me të akuzuarit Naim Murseli dhe Granit Plava, vrasje rënd nga neni 173 paragrafi 1.1.13 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprës penale mos lajmërimi veprave penale apo kryesve të tyre nga neni 378 paragrafi 1.1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Tani sot kemi paraqitjen e provave materiale. Ftoj të akuzuarit që të përcjellni me vëmendje shqyrtimin gjyqësor, ju keni të drejtë të jepni vërejtjes sharrime lidhur me pamjet që do të paraqiten sot në ekran dhe prova tjera materiale që do të administrohen. Po e shifni në video incizim Naim Murselin. Hyp në veturën e vet, që kjo është koha kur ditën kritike Naim Murseli ka lëshuar shtëpinë. Po e shofim se si vije i akuzuari Granit Plava me veturën e llojit Seat, e ndërsa pas ti vjen edhe vetura Range Rover me të cilën vetur e vozit Naim Murseli. Të i po e shifni momentin kur i akuzuari Granit Plava hyn në veturën e llojit Seat, ndërsa hyp në veturën Range Rover në të cilën gjendet Naim Murseli. Në orën 13:54 minuta të shifet Naim Murseli si dhe Granit Plava si bashkëvozitës dhe largohen nga 13:54. Vetë se po e shifni që ka arritur vetura e Liridonës, shifet vetura dhe e ndjera Liridona, e merr njerin fëmijë në krah, dhe shifet edhe fëmiu i dytë. Mendoj që është mjaftueshëm që shifet që ajo ka arritur në shtëpinë e saj në Bërnicë. Kjo është vetura Seat të cilën e drejton i akuzuari Granit Plava. Nga ana e djathtë po e shifni veturën Range Rover të cilën e drejton Naim Murseli. Nga vetura del edhe Granit Plava edhe Naim Murseli. Në një moment shifet se si i akuzuari Naim Murseli i afrohet të akuzuarit Granit Plava. Dhe diçka i flet dhe shkon në markete pompa e derivateve. Tani do të presim pak derisa të del nga marketi. Ja, Naim Murseli del dhe i afrohet. Nuk e shohim tani, e shohim që është Granit
Plava dhe të cilit i jep një pije energjike. Granit Plava Granit Plava me siguri po i verifikon gomat. E shifni se së bashku shkojnë, largohen. Bisedojnë, me siguri po muj me marrë në mend se po miren vesh se si ta përfundojnë punën. Në një moment, na imi ullet në vendin e vozicit, në veturën e ti, ndërsa graniti në pjesën e pasagjerit. Në të cilën Liridona së bashku me fëmijët ka ardhur në shtëpi. Ora 17:53 minuta e 35 sekonda. Ja, po shifet, para shifet BMW-ja, del Naim Murseli, dalin fëmijët të takohen me te, ja Liridona, e kanë incizuar ardhjen e veturës BMW. Ndërsa në ora 18:32 minuta dhe 22 sekonda incizohet edhe ardhja e veturës Seat të cilën e drejton Granit Plava. Ja Liridona, dy fëmijët, Naim Murseli. Mendoj që është mjaftueshëm që mos t'i tregojmë fëmijët. Hyrja e Granit Plavës në restoranin Etno Kuqa, i cili do të ulet në të kundërtën e familjes Murseli. Shifeni saktësisht këtë. Shiqimi dhe lëvizja e dorës nga hunda i është drejtuar Granit Plavës. Prandaj, lëvizja, largimi nga tavolina ka qenë afërsisht 2 minuta. A mundeni jeton me rrit këtë që të shifet më mirë, këtë foto, këtë sken. Mendoj që kemi pa mjaftueshëm lëvizjen e cila kinse bëhet me siguri në lidhje me bisedën paraprake. Do ta shifni që është parkuar në mes as në anë të majt, as në anë të djathtë, me siguri me qëllim që mos t'i lejohet asnjë veture kalimi i kësaj rruge. Kalimi në cilin do drejtim që Naim Murseli ta siguroj kohën për të ikur nga vendi i ngjarjes. Po ashtu edhe të akuzuarit Granit Plavës t'i jep kohë për të ikur nga vendi i ngjarjes
kjo është lëvizja e veturës si po shifet? Dhe do të shohim se si autobusi ndalet para veturës BMW. E shifni veturën. Dhe shifeni është mesi i rrugës, as ana e majt, as ana e djathtë.